Ata shkohim në shtallë, kjo është nga fermet e Benjaminit. Sa copa janë këtë Benjamin? Që të qabisha edhe një të i cilë. Pro 30 i paska, a po milën të? Po, ta unë një gjizi, monga, pjote. Ku po vinë dhe më thënë? Vita. Në vranë vinë të marë. E që ka të një vujtë për pora. Një dërgu e të të një të shkishke. Edhe bika, do më thënë i rritë vetë, a? A pilshon do njëherë se këmejna paska kolosa bashkë? Që atje e qësë. Si të shohen to edhe për kom tani nuk e kajnë problem, që si rritën thumët. Këto në ki për shqitje, do më thënë Benjamina? Po, që ta e kam shqitje, veç që to nuk e kam shqitje. A dërgon tre këto, a? Po, ndërek. Kun Lipjan? Lipjan. Ja, veç që to e kam pas. Që zi. Ato për lopë për unë, a? Po. Mashallah. Edhe vjetët i paske në atë pjesën e nej. Ja, po, këto... Teknikën e paske po kretë me traktor, me shka duen. Ushima ki siguru? Makinën e Qiplumë. Ushima ki siguru? Po. Grun të lumët. Super, dhe sa bukur. Edhe kasën, zejtë e paskën. Shtallën e ki, qysh po shijet e ki, bo vetë do më thënë s'ka ndimu në ministri ose komuna, jo? Vetë. Ja, vetë, asë në ministri, asë në hamon. Që kjo pak ke që do të mi stimulu e fermerët. Një qëllë s'ma kanë qitë. Një stëpi, se në gjeti me ta plonë. Një plok, vetë keti këmë bu. Shumë keq. Ky stadium futbolli nuk është ndërtuar rastësisht këtu, pasi këta po njifshin si meraklit futbollit edhe familjarët e Don Zhegrovës janë nga Dobraja e Madhe, fakt. Doni është gjenerat e rej që ka linë gjatë luftës në Gjermani, një nga futbollistët më të mirë që ka Kosova sot.